Në teatrin e Korçës ka nisur provat për shfaqjen më të re Përtej Horizontit, një produksion I cili premton të sjellë emocion dhe reflektim te publiku ardashës. Shfaqja vjen në regjinë e Silvio Goskovës, I cili është shprehur se kjo vepër është një sfidë e veçantë për trupën, pasi përballon tema të thella njerëzore të frymëzuara nga krijimtaria e një prej dramaturgëve më të mëdhenj të shekullit të 20. Është një tekst I bazuar tek një nga veprat më të rëndësishme të autorit Eugene O'Neill, një autor amerikan, I cili ka bërë një revolucion për kohën atëherë në teatrin amerikan dhe është një lloj stili që e admiroj edhe më pëlqen të hulumtoj mbi këtë lloj teksti. Është një tekst I zhanrit dram, dhe arsyeja pse e kam zgjedhur është sepse mendoj që është I përshtatshëm për skenën e teatrit të Korçës. Kemi pjesëmarrjen e aktorit Niko Kanxheri, Jurgen Marku, Dasara Xhangolli, Antonio Tole, Zamira Kita, Dea Harizi. Jam edhe unë që do të luaj një nga personazhet. Kemi një specialitet, kemi një aktore shumë të re në moshë, është një vajzë e vogël, Michela. Mendoj që do të jetë një nga momentet e spikatura në shfaqje. Një moment I veçantë për teatrin është debutimi I aktorit Niko Kanxheri, I cili për herë të parë ngjitet në skenë si aktor profesionist. Për herë të parë jam këtu me aktor të Korçës dhe për herë të parë kam të bëj me këtë personazh. E këto dy për herë të parë më kanë vënë në një situatë disi të vështirë, të them të drejtë. Më kanë kapur emocione të forta. Më vjen mirë që jam me mosha të reja. Kam shpresë se do të flasim të njëjtin gjuhë. Përtej Horizontit pritet jetë një shfaqje ku publiku do të udhëtojë mes emocioneve të forta, dilemave të jetës dhe kërkimit të kuptimit përtej kufive të zakonshëm.